Lezhës dhe Shkodrës, si zona me fokus kryesor turizmin, janë shtuar një kontingjent i ri udhërrëfyesish turistik. Pas përfundimit të një kursi 3 mujor të mbështetur nga Bashkia Lezhë, pjesëmarrësit u pajisën me certifikatet e akredituara nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, duke fituar të drejtën për të ushtruar profesionin e tyre në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ne realizojmë kursin e dytë për guide turistike. Sot kemi arritur në përmbyllje të këtij kursi, në këtij programi që me një kontingjent shumë fëmijë, ose jeni këtu me një kontingjent tepër me nivel, që edhe për Lezhën ka me kanë, po edhe për kretë rajonin si Shkodër, po edhe kretë rajonin Verior, edhe kretë shqiptarinë, sepse kursi është certifikim kombëtar, nuk e ka vetëm lokal. Është me interes për Bashkinë Lezhë, është me interes për turizëm, është me interes edhe për ato apasionuar që jeni ju për dëshirën që keni për të punuar turizëm. Do të vazhdojmë prapë normalisht, do të ndalemi këtu. Nuk do ta marrim me ngut. Interesi vazhdon gjithnjë të rrit, nga që kemi mediatizuar shumë, nga që kanë pa dhe produktin që ka dalë në treg. Por produkt më i mirë që do dalë kësaj rradhe me ju, nuk besoj se mund të dalë ndoshta edhe me grupe të tjerë çdo vit. Pas certifikimit, udhërrëfyesit e rinj turistik u shprehën të lumtur dhe të motivuar për të kontribuar në promovimin e turizmit dhe vlerave kulturore të zonës. Sinqerisht është ndër ditët më të veçanta për mua, por dhe për gjithë grupin. Në mënyrë të veçantë falenderoj lektorët, të cilët në jo pak raste edhe i kemi bezdisur, por kemi mësuar shumë gjëra. Kanë qenë disa leksione shumë të vlefshme dhe uroj secili nga ne që të jenë më të vërtetë jo vetëm udhërrëfyes, por misionar të përcjelljes së traditës, kulturës, historisë dhe turizmit, jo vetëm të rajonit të Lezhës, Shkodrës dhe Shqipërisë. Ky është viti i dytë radhazi që në Lezhë certifikohen udhërrëfyes turistik në funksion të zhvillimit të turizmit, i cili çdo vit po shënon rritje të ndjeshme.